أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل جيء الحق وزهق الباطل وقل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. E falenderojmë Hafiz Idris Osmanin për leximin e asheres nga Kurani famëlart. Allahu Gjelleshanuhu i dhasht shëndet. Të nderuar dhe shumë të respektuar të pranishëm, Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Më lejoni që në emër të drejtorisë së medreses Isabeu në Shkup dhe këshillit arsimor të paraleles së vajzave në Tetov, të përshëndes prezencën tuaj në këtë manifestim. Me pjesëmarrjen e tyre, këtë manifestim e kanë nderuar dhe respektuar kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, drejtori i medreses Isabeu, Doktor Islam Islami, miftiu i miftinisë së Tetovës, Doktor Selver Gjemaili, miftit e miftinive të Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, koordinatoret e paraleleve të medreseve të shtrira në Shtip, Shkup dhe Gostivar, mësimdhënëse e mësimdhënës, hoxhallar, nxënëse, prindër dhe ju të pranishëm. Të nderuar të pranishëm, shumë të dashura dhe të nderuara shoqe të gjeneratës së 18. Dita e mërkur, 28 maj 2025, në historinë e arsimimit dhe edukimit të femrës shqiptare muslimane këtu, në Tetovën tonë të dashur, do të shënohet me shkronja të arta, sepse sot përcjellim gjeneratën e 18 të medresanteve të paraleles të vajzave këtu në Tetov. Ky shënim sa është madhështor, po aq edhe i prekshëm, sepse ne sot përfundimisht ndahemi fizikisht nga shoqet tona të kësaj gjenerate. Për të mos e zgjatur më shumë, sepse fjalët përshëndetëse do t'i ketë koordinatori, drejtori, miftiu dhe reisul ulemaja. Më lejoni që të thëras koordinatorin e paraleles së shtrirë të medreses së vajzave në Tetov, Doktor Beqir Mehmeti, që të përshëndet të pranishmit. Shaitanir-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, bëmirësit e përditshëm mëshirosit. I nderuari kryetar i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu, i nderuari drejtor i medreses Doktor Islam Islami, i nderuari muftinisë së Tetovës, Doktor Selver Efendi Gjemaili, të nderuar drejtor të sektorëve pranë riasetit të muftinisë të Bashkisë Fetare Islame, të nderuar prindër, të nderuar koordinatore
dhe koordinator të paraleleve të medreses Shkup, Gostivar, profesore, profesoresha, prindër, nxënëse dhe gjithë ju maturante, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mua mu dha mundësia, sa që është njëherit mund të themi privilegj, po është edhe përgjegjësi. Mu dha mundësia që unë të flas në emër të 2 kujdestarëve të klasës dhe në emrin e maturanteve, pasi që kuptohet ata kanë emocione në këta momente dhe thanë do flasësh ti në emrin tonë. Duke mendu se unë nuk kam emocione, por unë kam më tepër pak se ata. Po sidoqoftë, ju përshëndes në emrin e të 2 kujdestarëve të klasave, ju përshëndes në emrin e gjithë stafit edukativ arsimor pranë paraleles së vajzave këtu në Tetov, por njëkohësisht edhe në emrin e maturanteve. Ju dëshiroj se ardhje në këtë manifestimin tuajin dhe tonin, ardhja juaj padyshim se e ka vlerësuar dhe padyshim nuk jam as pak në dyshim se edhe do t'i motivon këta maturante që të kenë vullnet edhe më tepër të punojnë në këtë drejtim të cilin e kanë praktikuar deri më sot. Të nderuar prindër, juve sot keni gëzim, po edhe ne bashkë me ju, sepse fëmijët tuaj janë shkaku kryesor që ne po gëzohemi. Është një e vërtet e pamohueshme se çdo njeri nga ne në këtë botë kërkon lumturinë, kërkon mirësinë, por të gjithë jemi të sigurt se lumturia dhe mirësia nuk gjendet në asnjë rrugë tjetër përveç se rrugës së vërtetës. Kurse rruga e vërtetës është rruga të cilën e ka caktuar Allahu dhe ne gjithë e dim dhe ju shumë mirë e keni kuptuar atë drejtim dhe atë rrugë që e vladët tuaj, fëmijët tuaj i keni drejtuar në atë rrugë të cilën e ka garantuar Krijuesi për këtë botë dhe për botën tjetër. Unë në emrin e gjithë profesorëve dhe profesoreshave pranë paraleles së vajzave këtu në Tetov, ju falenderoj përzemërsisht për besimin që keni pak që ne të merreni me edukimin e pasurisë më të shtrenjtë tuajën për këtë botë, që janë fëmijët tuaj, e vladët tuaj, por të jeni shumë të sigurt se këta e vladë, këta fëmijë i keni armatos me armën më të fuqishme, sado që kudo t'i lëshoni, kudo që t'i orientoni, jam shumë e sigurt se asnjëherë nuk do t'ju zhgënjeni. Ju uroj që e vladët tuaj, fëmijët tuaj, gjithmonë si kanë qenë deri tani, të vazhdojnë të përgatiten edhe në të ardhmen ashtu si keni përgatit me edukat deri në këto momente. Të nderuara maturante, unë është e vërtet se shumë pak kohë kam qenë prezent me këta, por besoni se më është duk se shumë gjatë kam qenë duke mësu nga këta. Shpesh herë ne themi se adoleshenca është koha më e keqe dhe më e rrezikshme. Nuk isha thënë ashtu. Ka mundësi të jetë e rrezikshme në qoftë se nuk moderohet. Por nga vetë emri maturante do të thotë janë të moderume. Çka moderojnë? I moderojnë ndjenjat e tyre, i moderojnë qefet e tyre, i moderojnë gëzimet e tyre, edhe hidhrimet e tyre. Dhe për ata edhe kanë emrin maturante. Dhe unë nuk besoj se ka nxënëse apo maturante që e meritojnë këtë emër të plot, me plot kuptimin e fjalës, përveç se nxënësve të medreses. Dhe për ata gjithmonë është thënë dhe do të thuhet, jo se ka mundësi të përshkruhet nxënësi apo nxënëset e medreseve. Çdo kush që është mundu t'i përshkruaj cilësi, vlerat e tyre, asnjëri prej nesh nuk besoj se ja ka arrit asaj që ata e meritojnë. Por ne jemi mundu me fjalët tona aq të pakta, vetëm e vetëm t'i përshëndesim, t'i urojmë që këta nxënëse apo këta maturante që në të ardhmen vazhdojnë në profilet të cilët kanë dëshirë familjet e tyre për njëkohësisht edhe këta. Dhe
nga ajo që e thash më herët, që medresantët në përgjithësi dallojnë nga nxënësit tjera. Sepse krejt shkolla tjera nuk kanë mundësi të jenë si medreseja, ama medreseja është si shkolla tjera. Sepse ata lëndë, ata programe që i kanë shkolla tjera i posedon edhe medreseja, kurse lëndët që i ka medreseja nuk i posedojnë shkolla tjera. Për ata ne dallojmë nga shkolla tjera. Dhe për fund, unë për maturantët nuk dyshoj as pak. Jo vetëm për ta, për gjithë ata që kanë qenë para tyre dhe gjithë ata që do të vinë pas tyre. Sepse janë të përgatitura në shumë drejtime, në aspektin profesional gjithsesi, në aspektin etiko-moral gjithsesi, në aspektin familjar gjithsesi. Dhe për ata, këta sot e kanë mbaru një kapitull të jetës të tyre, e kanë mbaru një kapitull të formimit të tyre, por presë të andej e kanë një porosi nga unë që asnjëherë mos harojnë se kanë qenë medresante. Dhe për ata, në hyrje të pallatit, po edhe këtu në binë, i keni dy pasqyra. Dhe atë va vendova edhe të shkolla. Dhe u thash, shqyqonja vetën të uaj. Sepse me një universitet të Malezis, diplomat e shkollave të mesme, me një shkollë të mesme të Malezis, diplomat e shkollave të mesme ishin pasqyra. Arsyeja pse, se cila maturante, cila e ka përfundu shkollën e mesme, le ta shoh vetveten e vet. Kur ta shohim vetveten e ton, padyshim se do të reflektojmë edhe në ambientin ku ne do të veprojmë, edhe ne ku do të jetojmë. Për atë, Allahu fuqiplot inshallah, këtyre ju jep shëndet dhe mbarësi. Ashtu si kanë qenë 4 vite të kujdesshme ndaj rrethit ku kanë vepruar, ndaj institucionit ku kanë ja shkollu, ndaj profesoreshave ku kanë marrë edukim dhe mësim, unë jam shumë i sigurt se këta këtë emanet që e kanë marrë nga familjet e tyre, nga institucioni i tyre, do të përcjellin edhe gjeneratave që do të vinë të ardhmen, dhe ajo dituri, ajo përgatitje morale apo etike që e kanë formu në këta 4 vite, jam shumë i sigurt se do të reflekton edhe tek rrethi ku ne jetojmë dhe ku veprojmë. Allahu fuqiplot ju dhash ditë mira. Faleminderit. E falenderojmë profesorin. Tani për të përshëndetur maturantët dhe të pranishmit, ftojmë drejtorin e medreses Isabeu, Doktor Islam Islami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما علمنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وبعد Nderuari kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Hafiz Shaqirefedi Fetao, nderuari muftinisë të Tovës, Dr. Selver Efendi Xhemaili me gjithë bashkëpunëtorët e tij, të nderuar drejtor të sektorëve pranë riasetit Bashkisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nderuari koordinatori paralele së vajzave të shtrirë në Tetov, Dr. Beqir Efendi Mehmeti, shumë i respektuar i referent pranë muftinisë së Gostivarit, Mallzim Zendeli, të nderuar prindër, ju të respektuar hoxhallar të cilët jeni prezent, ju shumë të veçantit prindër të cilët ne i keni lanë emanet vajzat tuaja në këtë medresejnë Isabeu, ju koordinatore të shtrirë të paraleleve Shkup, Shtip, profesor dhe profesoresha, më lejoni që gjithëve t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të përmbyllur një kapitull të rëndësishëm të jetës suaj shkollore, por edhe për të reflektuar mbi një rrugtim që ka qenë mbushur me dije, vlera, edukat dhe mbi të gjitha me dritën e fesë islame.
Medreseja nuk është vetëm një institucion arsimor, por është një shtëpi e dijes dhe udhëzimit, ku bashkë keni mësuar jo vetëm për botën materiale, por edhe për atë shpirtërore. Këtu ju keni kultivuar dashurinë për Allahun e lartëmadhëruar, respektin për prindërit dhe mësuesit, durimin në sprova dhe përmirësinë në sukseset e juaja. Sot kur nisni një rrugtim të re, mos harroni se dia është emanet dhe Zoti ka lartësuar atë që posedon dije dhe që jeton me përgjegjësi këtë dhunti. Në Kur'anin famëlar, Allahu i lartëmadhëruar thotë: thuaj, a janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë. Të dashura maturante, botës i duhen njerëz të dijshëm, por edhe të drejtë, i duhen profesionist, por edhe besimtar. Ju si bija të medresesë jeni shpresa e kësaj shoqërie për një të ardhme, ku dijet bashkohen me vlerat, ku përparimi shoqërohet me moral dhe ku zemra nuk harrojnë krijuesin Allahun fuqiplot. Ruani zemrën e pastër, lutjet e sinqerta dhe përkushtimin ndaj të mirës. Kujtoni se profeti Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush ecën në një rrugë për të kërkuar dije, Allahu do t'ja lehtësoj atij rrugën drejt xhennetit. Mos harroni të falenderoni prindërit tuaj që u kanë qëndruar pranë me dashuri e sakrificë, si dhe mësuesit që me durim e përkushtim ju kanë ndriçuar rrugën e dijes. Ju jeni fryti përbashkët i përpjekjeve të tyre dhe vullnetit tuaj. Largoheni nga kjo shkollë, por ajo do të jetojë në ju, në vlerat tuaja, në qëndrimet tuaja dhe në misionin që do të mbartni për të qenë dritë dhe shembull në mesin e shoqërisë suaj. Allahu ju bekov në çdo hap të jetës suaj. Ju uroj rrugë të mbarë, dije të dobishme, besim të fortë dhe zemra të lidhura gjithmonë me Allahun e lartëmadhëruar. Udhëtoni me besim dhe kthehuni gjithmonë me dinjitetin e juaj. Urime të gjithëve, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë drejtorin për fjalën përshëndetëse. Tani para jush ftojmë të merr fjalën përshëndetëse miftiu i miftinisë së Tetovës, Doktor Selver Gjemaili. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuar kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut, Reisul Ulema, Haxhi Hafiz Shaqirani Efendi Fetar. I nderuar drejtor general i medresesë Sabeh, Doktor Islam, i nderuar koordinator i medresesë paralele e vajzave në Tetov, Doktor Beqir Efendi Mehmeti, të nderuar prindër, staf i respektuar i medresesë Sabeh, të nderuara maturante, si dhe të gjithë ju misafir të pranishëm këtu. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahu xhaleshanuhu qofshin mbi ju. Sot është një ditë e veçantë, një ditë emocionesh të përzierë, gëzim për suksesin dhe arritjen e medresantëve tona, por edhe mall për ndarjen nga shoqet dhe bankat e medresesë. Pas 4 vitesh përkushtim, sakrificë, angazhim, ju të nderuara maturante të gjeneratës së 18, po e përmbillni një kapitull të rëndësishëm të jetës suaj për të hapur një tjetër, edhe më sfidues, edhe më premtues për perspektivën tuaj. Medreseja e Sabeu nuk është vetëm një shkollë, ajo është një vend ku dijet bashkëjetojnë me vlerat, ku arsimi plotësohet me edukimin, ku shpirti ushqehet, po aq sa edhe mendja. Në këto mure të shkollës tonë, ju keni mësuar më shumë se lëndët mësimore. Ju gjatë arsimimit dhe edukimit në medrese keni mësuar të jeni të përullura ndaj krijuesit madhriplot, të vendosura në qëndrimet e juaja, të përkushtuara ndaj dijes, fesë dhe shoqërisë.
Ju jeni krenaria jonë, simboli i dijes dhe edukatës, shpresa e zhvillimit dhe përhapjes së vlerave të larta morale. Ju jeni pasqyra më e mirë e punës dhe veprimtarisë së pedagogëve tuaja. Me shembullin tuaj, me modestinë, me sjelljen, me sukseset dhe moralin që keni treguar, keni dëshmuar se jeni gati të përballeni me botën. Një botë që shpeshherë është e padrejtë, e vështirë, e me sfida të ndryshme, por gjithmonë e hapur për ato që kanë dije, vullnet dhe besim. Mos harroni kurrë rënjët dhe zanafillën e arsimimit dhe edukimit tuaj. Kudo që të shkoni, çfarëdo që të bëheni, çfarëdo drejtimi dhe profesioni të merrni, mbani në zemër fjalën e Zotit dhe udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Sepse vetëm përmes tyre do të ruani pastërtinë e zemrës, qartësinë e mendjes dhe drejtësinë e veprave tuaja. Sot nuk po u themi lamtomir, ndoshta më mirë do të ishte të ju themi udhtim të mbar, se ne e dim që rruga juaj nuk përfundon këndu. Përkundrazi, ky është vetëm fillimi i një udhtimi të gjatë, ku dijet që keni marrë do t'ju ndriçojnë udhën dhe do t'ju bëjnë të dalloheni si shembull për të tjerët. Në fund, faleminderit prindëve tuaj për besimin e treguar ndaj medresesë, si dhe për mbështetjen ndaj juve. Faleminderit mësimdhënësve dhe stafit për përkushtimin e treguar. Dhe mbi të gjitha, faleminderit juve të respektuara maturante, që zgjodhët medresen dhe na bëhet krenar edhe neve. Zoti ju bekoft dhe ju ndihmoft në çdo hap, kudo që të shkoni e kudo që të gjendeni. Në emër të Poftinisë së Tetovës, si dhe në emrin tim personal, ju urojmë maturën dhe ju dëshirojmë suksese në rrugtimin tuaj të mëtem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë miftiun. Si që potencua në fillim se këtë manifestim e kanë nderuar dhe respektuar edhe kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulemaja Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu. Edhe pse ishte me agjendën e ngjeshur, gjeti kohë që të jetë sot në mesin tonë. Tani e ftojmë që të përshëndet maturantet dhe të pranishmit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز: استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Nderuari muftinisë të Tetovës, doktor Selver Efendi Gjemaili, nderuari drejtor general i medreses Isa Beu, doktor Islam Efendi Islam, nderuari koordinator i paraleles së shtrirë të vajzave në medresen e Tetovës, doktor Beqir Efendi Mehmeti, të nderuar drejtor të riasetit të Bashkisë Fetare Islame, nderuari përfaqësues i muftinisë të Tetovës, zotëri Mallzim Efendi Zendeli, të nderuara mësimdhënëse, pra profesoresha dhe profesor të paraleles së vajzave në Tetovë, të nderuara familje
të maturanteve, të dashur besimtar, nëna dhe motra, e në veçanti shumë të respektuara maturante, për çka edhe jemi sonte këtu, më lejoni që përzemërsisht në këtë ambient impozant, që përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë të madhe Zot qofshin mbi të gjithë ju. E di se maturantet sot kanë gëzime të jashtëzakonshme. Janë të lumtura sepse janë të bindura se me sukses dhe sipas të gjitha normave të medreses kanë kryer medresen dhe sonte shprehin gëzimin e tyre. Ata ndjejnë ndoshta edhe pak shqetësim, sepse ndahen nga vatra e tyre e dashur, që quhet medrese. Do të largohen pak a shumë me shoqet e tyre, pra njëra prej tjetrës. Do të largohen nga edukatorët dhe edukatorët e tyre, pra profesorët dhe profesoresha, dhe do të vazhdojnë rrugën në drejtime të ndryshme. Jemi të gëzuar të gjithë dhe jemi të nderuar që maturantet në krye me drejtorinë me kënaqësi të madhe na kanë ftuar që të marrim pjesë në këtë ambient të tyre. Dhe as pak nuk kemi pasur dilemë a do të shkojmë apo jo, a do të jemi prezent apo jo, sepse për nxënësit dhe nxënëset tona jemi të gatshëm për kushtimin më të madh. Së pari pa ndërprerë të kemi kujdes në realizimin e procesit edukativo arsimor. E në veçanti jemi të gatshëm që të ndajmë edhe gëzimin bashkë me to. Kjo është gjenerata e 18, 19 maturante, 19 familje, 19 shtylla dhe bazat të ardhmërisë së Islamit dhe vlerave madhore, morale e shkencore. Këta maturante, kjo gjenerat dhe gjeneratat më herët, janë modeli dhe profili i një intelektuale bashkohore. Këta janë modeli se si duhet të jetë një personalitet i dijes në kohën në të cilën ne jetojmë. Ju të gjithë jeni të informuar se bota sot është në një dinamizëm të jashtëzakonshëm, të një zhvillimi të paparë të ekonomisë, teknologjisë, asaj që është materiale. Por fatkeqësisht po shtohen dilemat e jetës
s'mund të gjendet formula e të jetuarit si njeri. Sa më tepër zhvillim ekonomik dhe teknologjik, fatkeqësisht problemet e botës po shtohen, anomalitë e ndryshme, si alkoholizmi, droga e narkomania, bigjozi, vrasje, mbytjet, luftrat, masakrat, gjenocidet, varfëria e madhe në botë dhe shumë anomali të ndryshme. Mbi të gjitha vuan vepra më madhore të madhe të Zotit, që quhet njeri, anë mban botës. A e dini pse? Sepse mungon elementi moral. Morali është zbukurimi çdo një angazhimi, çdo një vlere. Sot kemi ekonomi të fuqishme në botë, pa moral, në shërbim të shkatrimit. Kemi teknologji të jashtëzakonshme, pa moral, në shërbim të zhvillimit të skeqes, të zhvillimit edhe më të fuqishëm të problemeve botërore. Andaj, këta nxënëse që i shihni, që dalin nga medreseja, këta janë ai model që kanë mishruar elementin e dijes që në Islam është i shenjtë, është imperativ i të madhit Zot. Lexon, mëson, studion, dhe e kemi obligim të domosdoshëm, pa dije, pa ilm, pa shkencë, pa zhvillim, pa hulumtim, pa studim, nuk ka ardhmëri të një populli të një kombë. Dhe e dyta, këta tani ma e din se çdo një dije, çdo një studim duhet të jetë në përputhshmëri me shpirtërorën, moralen, njerëzore. Gjithçka këta e kanë mësuar, gjithçka që mësojnë dhe dinë, duhet të vënë në shërbim të mirëqenjes njerëzore, të barazisë njerëzore, të shërbimit ndaj njeriu dhe njerëzimit në përgjithësi, pa dallim race dhe kombi, pa dallim vendi dhe kohë. Këta dinë se morali e bën njeriu njeri. Këta dinë se familja është baza e shoqërisë. Këta dinë se afrimi në mes njerëzve është vlera më e madhe. Këta dinë tashmë se paqja është urdhri i madhit Zot, të jetojnë njerëzit në paqe, e jo në luftë, e jo në diskriminim, e jo në shkatrim, e jo në përçarje, e jo në keqbërje ndaj njëri tjetrit. Këta dinë të respektojnë dijen, shkollën, të respektojnë të diturin, dietarin, profesorin, profesoreshën, dhe shumë çështje tjera. Dhe nuk është e rastit që ky model kado që lëviz dhe kado që vepron në sfera të ndryshme, na vin lajme se janë shembull dhe inspirojnë të tjerët. Mu për këtë ne i kemi kushtuar kaq kujdes, dhe a do t'jetë Rej Sulemaja në këtë tubim, edhe sikur të mos më kishin ftuar, unë do të visha këtu, të shtregoj respektin ndaj këtyre bijave të këtij kombi dhe këtij populli. Por mbi të gjitha vëllezër të dashur, respektin ndaj prindërve të këtyre vajzave që 4 vite u afalën
medreseve. Atë më të shtrenjtën, fëmiu është më e dashura që ka, dhurat nga i madhe Zot. 4 vite i a dhanë medreses, me besim dhe respekt, me bindje që të kenë një fëmijë që të ardhmen t'jetë shembull i dritës dhe edukatës e dijes në përgjithësi. Andaj janë të shtrenjtë këta prind të këtyre fëmijëve. Këta prind të këtyre fëmijëve kanë ditur të kuptojnë fjalën e Allahut fuqiplot, ku anfusakum wa ahlikum nar. Mbrone vetveten e juaj dhe familjen e juaj. Prindët janë ata që do të kujdesen dhe i kanë emanet fëmijë për t'i ngritur, për t'i rritur, për t'i edukuar, për t'i profesionalizuar dhe për t'i aftësuar që të jenë menaxhuese dhe shpjeguese të së mirës dhe të së bukurës, të cilat janë baza kryesore të Islamit në përgjithësi. Sot e thash edhe në gostivare dhe e thonë kudo, ky profil i nxënësve që dalin në medresen nuk janë vetëm të nevojshme për kohën që jetojmë, jo vetëm të rëndësishme, të këtillat janë të domosdoshme, sepse në këtë kohë, me plot anomali ku sulmohet rinia jonë dhe shkatrohet rinia jonë, këta janë ata që në këtë errësirë të anomalive sjellin dritë dhe marrin shembull të gjithë ata që do të kenë fatin dhe nderin të ndëgjojnë fjalët e tyre. Për këtë shkak jemi këtu të gjithë që japim përkrahje në këto moment, të mendojmë fuqishëm në ardhmërinë e profesionit dhe misionit që kanë zgjedhur, sepse Bashkisë Fetare Islame do t'i duhen në të ardhmen kuadro të ndryshme, në veçanti të profilit islam, sepse ne bëjmë përpjekje që lënda fetare të jetë në klasët e shkollave fillore, pse jo edhe të mesme. Do të na duhen profesoresha në nivele të Bashkisë Fetare Islame, në digastere të ndryshme, sepse Bashkia Islame tashmë ecë fuqishëm, me ekonomi të stabilizuar, me medrese që funksionojnë bukur dhe me hapje të punëve të ndryshme, duke filluar nga xhamit e deri në kreun e Bashkisë Fetare Islame. Këtë vit kam dhënë obligim dekanit të Fakultetit të Shkencave Islame që të ketë një profesoresh ligjëruese në Fakultetin e Shkencave Islame. Dhe tashmë e kemi, sepse 50% të fakultetit të studentëve i kemi studente nga mesi i jonë këtu në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për këtë shkak, vëllezër e motra, unë e fillova sot këtë fjalimin tim të rastit me ajetin "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'law in kuntum mu'minin." Mos dobësoheni, thot Allahu fuqiplot. Mos e ndini vetin inferior dhe mos demoralizoheni, wala tahzanu wa antumul a'law. Mos demoralizoheni, mos bëni pesimist. Besoni në ardhmëri sepse ju jeni mbi të gjithë. Me një kusht, in kuntum mu'minin, nëse vërtet jeni të bazuar në parimet e të madhit Zot. Andaj, lirisht mund të them se kjo gjenerat është
ardhmëria e prezentimit të islamit në bazat të shëndrueshme. Dhe mendoj se do t'jenë një shkollë, një gjenerat flas, e cila do të dallohet në jetën e tyre. Andaj do t'u kisha sugjeruar që vërtet të profesionalizohen në shkencat islamit dhe nesër të jenë të gatshme të vehen në shërbim të popullit musliman, në shërbim të vatanit, kombit, e në veçanti në shërbim të Allahut Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelal. Kam respekt të veçantë, i them shkurt drejtorit general, që të vazhdoj me këtë tempo, me këtë zhvillim, bashkë me koordinatorën dhe koordinatoret e medreseve tjera, të vazhdojnë të edukojnë gjeneratat e reja në medreset tona, medrese që i kemi me kushte më të mira në teritorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Bashkia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, qendër të angazhimit të saj ka medresen Isabeu dhe paralelet e saja në Shkup, Tetov, Gostivar dhe në Maqedoninë Lindore në Shtip, ku atje kemi një përqindje të vogël të muslimanëve, por Bashkia Fetare Islame ka treguar se ne aq sa interesohemi për Tetov, Gostivar, Shkup, aq kemi kujdes ndaj vendeve që dikur kanë qenë 80%, janë larguar nga presionet të ndryshme dhe tani kanë mbet një përqindje e vogël, por ne edhe më tutje jemi me ta, me medrese, me muftini, me profesor e kështu me radhë. Andaj falenderoj drejtorin e përgjithshëm, koordinatorët e medreseve, e në veçanti të gjithë profesorëve dhe profesoreshave, të cilat me dignitetin më të madh, mbani mend, me dignitetin më të madh i përkushtohen procesit edukativo arsimor dhe analizat e mia vërtetojnë se profesorët dhe profesoreshat e këtyre nxënësve nuk janë vetëm profesoresha, por i konsiderojnë edhe si fëmijët e tyre, që është një element shumë rëndësishëm. Në fund më lejoni që në emër të Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në emër të gjitha institucioneve të saj në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në emrin tim personal, së pari të uroj drejtorin general të medreses, koordinatorët, profesoreshat, muftiun e Tetovës, pastaj familjet e tyre, prindërve dhe juve të gjithve që jeni prezent, ndërsa maturanteve një urim të veçantë, duke ju dëshiruar shëndet të plot, jetë të gjatë, vazhdimi profesionalizimit të tyre dhe dhashti madhe Zot nesër të jenë të përgatitura për veten e tyre, për familjet e tyre, e në veçanti për të përhapur misionin islam, duke e bërë një vlerë nga vlerat moderne në përgjithësi. Ne falenderojmë dhe urojmë të gjithë maturantët dhe maturante e shkollave tjera të mesme të qytetit të madh universitar të Tetovës, edhe ata i përshëndesim për dijen që bëjnë, bashkë me medresantët tona do t'jenë përçuese të dijes, moralit, edukatës e kështu me radhë. Unë mendoja se çka t'ju ofroj si dhuratë, mendoj se do të kenë një dhuratë simbolike çdo një nxënëse nga fondi për ngritjen, për nxitjen, për krahjen e studenteve të ardhshme të islamit në këtë vend dhe në këto treva. Falenderoj shumë, urime të gjitha
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E falenderojmë Reisul Uleman për fjalët motivuese. Allahu Gjelleshanuhu i dhash jetë të gjatë dhe shëndet. Tani bashkërisht do të ndëgjojmë 2 ilahi nga kori i medreses së vajzave në Tetov. Le t'i ndjekim.
Të nderuar të pranishëm, sot më datë 28 maj 2025, Këshilli Arsimor pranë paraleles të vajzave në Tetov u përcaktua që nxënësja e gjeneratës të jetë maturanteja Rufie Sulejmani. Me shumë kënaqësi e ftojmë nxënësen Rufie Sulejmani që në mënyrë simbolike të dorëzojë gjeneratës që e lën pas emanetin e përkujdesjes ndaj shkollës, kurse ne, si nxënëse të vitit të tretë, ta pranojmë këtë përgjegjësi. Ju faleminderit të gjithëve për gjithçka. Këtë emanet që e morëm nga gjenerata e cila ishte para nesh, erdhi koha që tani t'u adorozojmë gjeneratës që do të vi pas nesh. Të dashura maturante, udhëtimi juaj po fillon, dhe ne, të vegjelit që mbetën pas, do të kujdesemi për këtë emanet, derisa të vijë edhe radha jonë, të ikim si ju, me dignitet, me moll e me krenari. Të nderuar të pranishëm, tani do ta kishim lutur Reisul Uleman, Miftiun, drejtorin e medreses, koordinatorin dhe të dy kujdestaret e maturanteve që të dalin në skenë për një fotografi të përbashkët me maturantet dhe t'i ndajmë nga një mirënjohje. Në ndërkohë, kujdestaret e klasave do të ndajnë edhe nga një trëndafil për maturantet. Mirënjohje për nxënësen Rufie Sulejmani. Kanita Alia. Yusra Alia. Irida Imeri. Meirem Azizi. Valmira Yashari. Hana Badini. Rozana Mamuti. Janeta Chanka. Hatice Osmani.
Selma Hismani. Kanita Osmani. Sara Ibishi. Anida Rufati. Amra Mehmeti. Fatina Gjemi. Qëndresa Shahini. Hafize Semra Alili. Të nderuar të pranishëm, për fund këtë manifestim e përmbyllim me një ilahi enkas për medresantet. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe durimin, miru takofshim në manifestimet e radhës. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Selam geometrisist, selam shpirti që mbar, selam geometrisist, selam ndjenjave që ke, selam zemrave të pastra, selam ndjenjave të zgata, selam punëve të tua, selam mundjeve të harta. Selam geometrisist, selam të shpirti që mban, Sulejman në zemrat tona, shpirtrat na i qetësove. Ti je shpresa vendit ton, tarme ke amanet. Selam duave tua që gjithnjë gjiten lart. Selam geometrisist, selam të shpirti që mban. Rije kokën lart, fytyrat të shkëlqen si mos ke drojtën nga zja, ti gjithnjë